Kemi kënduar si asnjëherë tjetër këngët për Adem Jasharin, Xhamadani Via Via, këngë për Kosovën. Në Prishtinë nuk ka shumë sa këndohet në Tiranë, me thënë drejtën. Unë i shoh nesër dhe aty. Të radhë ka qenë 2 komisarë sigurie, jo 1. Pra, jam dërguar nga UEFA 2 komisarë sigurie dhe njëri nga ata ka qenë shefi i policisë Zisarami. Pra, llogaritë çfarë niveli përfaqësimi kanë kërkuar. Të gjithë gjilpërën kasht, ne nuk shkojmë askund vetë favorizojmë të gjitha tentativat për të na përçarë që bëjnë serbët dhe në veri dhe grekët në jug. Se ju e mbajtët të flamurin, ne se mbajtëm të flamurin. Unë flamurin e kam në zemër, unë e kam këngën dhe himnin, e kam mendje dhe s'ma shkul dot, jo një polic i sigurisë që mund të ketë federata jonë, po as drejqi me të birë. Çfarë ti them unë Faruk Statov? Ta shkoj mendon Faruk. Faruk e mendon që ti je duke u bërë një padrejtësi e madhe këtu. Ata në ndeshjen Shqipëri-Serbi nuk u lejuan llogët e UÇK-s, andaj kjo nuk është pritur mirë nga kosovarët. Si e komenton ti këtë? E para, kjo ka qenë një ndeshje e një rrezikshmërie maksimale e certifikuar e tillë nga UEFA dhe nga FIFA. Pra, duke patur parasysh se si ka qenë ndeshja e kaluar në 14 tetor të vitit 2014, pra me skena gati në skena lufte. Unë e kam përjetuar live-at dhe pasi e kam ndjekur ndeshjen në Beograd dhe atmosferën para dhe mbas ndeshjes. Nuk kishte të krahasuar kjo që ndodhi në Shqipëri me atë që ndodhi në Beograd. Autoritetet shqiptare këtë radhë u përpoqen që të marrin masat e duhura që të mos ndodhi asnjë incident. Duke patur parasysh që pala serbe është shumë e sofistikuar në situata të tilla për të amplifikuar, për ta bërë qimën. Dhe në rastin konkret, autoritetet tona janë përpjekur që të shmangin çdo mundësi që ata ta bëjnë një gjë të tillë. Edhe pse ata ishin përgatitur mediatikisht, politikisht për ta bërë këtë gjë, dhe ne kemi parë reagimin e mediave serbe mbas ndeshjes se si ata e kanë përshkruar Tiranën, ashtu se kanë qenë në ferr, në fakt ka qenë një ndeshje mase normale, atmosfera në stadium është atmosferë stadiumi, ka qenë e nxehtë, ka qenë e flak, patjetër ata kanë pasur pjesëtar delegacioni që dinin shqip, e kanë dëgjuar gjithkohën që ne s'kena lënë me libër shtëpie, po tifozët nuk i ndal dot mos me shah. Fyerjet apo sharjet, po i quaj të tilla në stadium, nuk kanë qenë të nivelit që kanë bërë ata atje, pra nuk ka thënë kush vitin i serbët në Shqipëri, si shtanë serbët në gjithkohës në Beograd, dhe bën thirrje gjithkohës për ti vrarë shqiptar. Kemi kënduar si asnjëherë tjetër këngët për Adem Jasharin, Xhamadani Via Via, këngë për Kosovën. Pra, në Prishtinë nuk ka shumë sa këndohet në Tiranë, me thënë drejtën. Unë i shoh nesër dhe aty. Tani vite kjo pjesa e simboleve. Federata Serbe është ankuar përpara në UEFA dhe në FIFA dhe ka kërkuar që gjatë ndeshjes në Shqipëri të mos ketë simbole të cilat ajo i cilëson simbole shoviniste që etiketojnë Serbinë, mos ketë simbole të atyre që ai quajnë organizata terroriste, përfshirë këtu dhe ushtrinë shqiptare të Kosovës. Për fat keq, materiali që Federata Serbe ka çuar në UEFA i ka bindur ata dhe ata kanë ardhur në Shqipëri, pra edhe UEFA, edhe FIFA. Në Shqipëri të radhë ka qenë 2 komisarë sigurie, jo 1. Pra, jam dërguar nga UEFA 2 komisarë sigurie dhe njëri nga ata ka qenë shefi i policisë Zisarami. Pra, llogaritë çfarë niveli përfaqësimi kanë kërkuar. Dhe për këto shkaqe, në takimin që bëhet para ndeshjes mes 2 federatave dhe komisarit sigurisë dhe delegatit të UEFA-s, është kërkuar nga përfaqësuesit e UEFA-s në mënyrë taksative që nuk duhet të ketë simbole sipas tyre që krijonin problematika dhe shqetësime me Serbinë. Dhe mes këtyre problematika ata kanë kërkuar mos ketë flamuj të Kosovës, mos ketë banderola kundër Serbisë, mos ketë shfaqje të flamujve të Shqipërisë etnike apo Shqipërisë natyrale, të mos ketë simbole të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka pasur komente në përgjithësi se Shqipëria do të mund ta përballonte një dënim duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj simbolike. Federata jonë edhe para kësaj ndeshjes vazhdimisht ka marrë dënime, kryesisht dënime monetare, për shfaqjen e simboleve dhe banderolave të tilla.
Pra nuk është se ne nuk e kemi marrë, edhe në të kaluar. Por, në rastin konkret, ka qenë specifike sepse Shqipëria, me qenë se kërkon të shkojnë në kampionatin botëror dhe i duhet mbështetja e tifozëve, ka menduar që më mirë ta bëjnë këtë ta zgjidhin në të formë. Unë s'kam qenë dakord një herë për ta bërë kështu, sepse s'mund të vendosi Federata Serbe çfarë do mbajnë ne në çfarë simbolesh mbajnë ne në stadium. Se kjo është afërmantsh, domethënë. Por me qenë se edhe delegati UEFA se ka kërkuar këtë gjë, Federata e ka parë të rrugës për këtë ndeshje të ndjekin të mënyrë. Ashtu siç u sollën ndaj tifo grupeve të organizuara, pra që të mos jenë në sektorët ku ata rrinë gjithmonë, por nuk është e thënë që tifozët kuqezime nuk ishin stadium. Thjesht nuk ishin bashkë, pra nuk ishin 2000 ose 3000 veta në një sektor, por kanë qenë të shpërndarë në stadium. Apo siç u tha gjëra tjetër që nuk do lejohen shqiptarët nga Kosova të vinë në stadium. Ndodhi krejt e kundërta. Jo vetëm që kanë hyrë, po çdo shqiptar i Kosovës që kishte qenë në 5 ndeshjet e fundit të kombëtares, qoftë dhe 2 ose 3 herë, pra që ishte në sistemin e biletave të federatës sonë, ka qenë në stadium dhe nuk pati asnjë lloj pengese dhe nuk u pengua kush se çfarë pasaportë mban. A mban pasaportë Kosovës, a mban pasaportë Malizzi apo mban pasaportë Maqedonisë Veriut. Pra, të gjithë këto element u folën shumë përpara, por në realitet nuk ndodhën, siç u tha. Tani, a duhet ta bënte këtë, as duhet ta bënte këtë Shqipëria? Keni parasysh, unë sa herë vin në Kosovë me përjashtim të ndeshjes djeshme, që ishte miqësore, mes Kosovës dhe Komoros, dhe masat e sigurisë dhe vëzhgimi aty edhe nga UEFA ka qenë krejt minimal, arbitri ishte nga Shqipëria, por në ndeshjet e tjera unë shumë rrallë shoh në një flamur të UÇK-s brenda në stadium, me thënë drejtën. Shumë pak shoh flamuj kombëtar, sepse në Kosova e ka me kushtetut flamuri kombëtar, flamuri kuqezi. Dita e flamurit, aty festohet një lloj sikur festohet tek ne. Pra përveç flamurit shtetëror, keni edhe flamuri kombëtar. Kështu që nëse ne i hym kësaj gjëje, pra me gjithë gjilpërën kasht, ne nuk shkojmë askund veç se favorizojmë të gjitha tentativat për të na përçarë që bëjnë serbët dhe në veri dhe grekët në jug. Pra, ne kemi armiq për fatin tonë të keq, shumë të fortë në të fushë. Dhe ne nuk mund t'i përballojnë ata duke u zënë ndër vetë. Ne duhet gjejmë gjërat që na bashkojnë, jo gjërat që na ndajnë. Pra, nëse thash të radhë, janë përpjekur që të mos ketë shumë flamuj të UÇK, sepse kishte, dhe unë jam të shpitar vetë, por këngët nuk na ndalonin dot, s'na ndalon dot askush të këndojnë. Ka një frymë antishqiptare dhe ne nuk mund të përgjigjemi duke u zënë me njëri tjetrin. Pse ju e mbajtët të flamurin, ne se mbajtëm të flamurin. Unë flamurin e kam në zemër, unë e kam këngën dhe himnin, e kam mendje dhe s'ma shkul dot, jo një polic i sigurisë që mund të ketë federata jonë, po as drejqim e të birë. Këtu ne duhet jemi në unison. Dhe nuk duhet i frym dhe ma shqetëson shumë kjo gjë, po ti nëse të nxjerrësh më me Halil Matoshin, çfarë pret i themu? Halil Matoshi është Halil Matoshi. Po unë kur vin në Kosovë, njeriu i fundit që më shkon mend është Halil Matoshi. Ne zmetin Sfahiu, ne zmetin Sfahiu. Dhe ne duhet ta pranojmë se jemi në diktaturë. Ka dhe mendime të tilla. Por tani, njeriu i fundit që mua më vjen në mend kur vin në Kosovë është Nezmetin Sfahiu. Kështu e mendon ai. Ne kemi në dorë si media, ose i paraqesim atë, ose se paraqesim. Çfarë ti them unë Faruk Statovci? Ta shkoj mendon Faruk. Faruk e mendon që ti je duke u bërë një padrejtësi e madhe këtu. Ose tri. Ne, po të them edhe një herë, kemi një problem shumë të madh me fqinjët tanë. I kemi shumë agresiv, i kemi shumë të organizuar. Nuk i përballojnë dot veç as ne si Shqipëri, as ju si Kosovë, as shqiptarët e Luginës, as shqiptarët e Maqedonisë Veriut dhe as shqiptarët e Malësisë në Malinezi. Ne ose bëjmë gjithë bashkë dhe ja dalim, ose qëndrojmë pastaj kështu në parcela. Dikush poshtë drinit, dikush sipër drinit dhe në fund na vën përpara pastaj serbët veri dhe grekët në jug. Kujtoj që lojtarët serb sapo dolën në nxemje, kanë ardhur drejt te tribunat e tifozëve dhe i kanë ngjojtur topa servitor, i kanë përplasur me barrierat ku shfaqen reklamat elektronike. E bën në mënyrë demonstrative për të provokuar dhe menjëherë njerëzit u provokuan. Menjëherë u provokuan. Ata e bën kastile, erdhën, i gjojtën topat mbas atyre reklamave elektronike dhe pastaj u tërhoqën në brendësi të fushës. Pse e bën atë? Sigurisht për të provokuar. Kush ishte qëllimi jon? Rezistojmë, mundësisht i mundim, e patë mundësi, mua nuk më mërzit për gjëra tjetër, sa mërzit fakti që ne ishte më mirë se ata, e kishim mundësim që ti mundim dhe nuk i mundim dot.